Miq Radio Ngjallja, sot në udhëtimin që kemi bërë në qytetin e Korçës, erdhëm të shikojmë pak nga afër edhe punimet që po kryhen këtu në Katedralën Burimi e Dënës. Në fakt jemi me personin përgjegjës i mbulon të gjitha këto punime që ndodhin këtu. Jemi me inxhinier Xhimin. Inxhinier, si po shkoni këtu? Mirë, lavdi e Zotit, mirë po shkojmë. Shikojmë që sa herë që vim këtu shikojmë në ndryshime tani. Në çfarë fazë jemi tani? Tash jemi në fazën po bëjmë finot e suvave. E tem për një kohë të shkurtër do t'i mbarojmë. Njëkohësisht kolonat që kemi po ishin me kapitelet. Kemi gjetur një kapitelin origjinal të kishës të vjetër, edhe shumë fishuam edhe e vendosëm. E themi që do t'jap goxha në fakt duket si e lehtë, po si është e lehtë të gjesh këto ti realizosh këto kapitelet. Është goxha të vështirë, është vështirë goxha sepse duhen nga ato skeleti mbajtës, hapim brima që mbajnë brenda. Dhe përpiqen inxhinier që të ruani dhe origjinalitetin e kishës. Ajo është kryesorja. Shikoj që kemi edhe disa mozaika freske akoma, freske, jo mozaika, freske i kemi. Po, do t'i ruajmë, themi që t'i ruajmë të gjitha ato. Pastaj do bëhet restaurim nga personat të specializuar. Tani duket inxhinier që pjesa më e madhe e punimeve po shkojnë drejt fundit. Po shkojnë drejt fundit. Po mbaruam suatimet, domethënë për 1-2 muaj, themi që të fillojmë të vendosim mermerët pas. Kemë bërë një projekt goxha të mirë që mermeri të bëhet me mozaik, të bëhet avëm si një qilim i bukur. Këtu po mendoni, ju e mbani mend katedralin e vjetër këtu? E mbaj mend. I vogël kam qenë pa e mbaj mend shumë mirë. Mbaj mend. Bile kur shkova student në atë kohë e prishëm. Edhe ndjem goxha keqardhje. Po ja që Zoti u bekoi sërish. Me që vajta për rinjë ndërtimi dhe sërë që vinja këtu në shtëpi thesha. Po na krijojmë Perëndia mundësinë që ta bëjmë atë çka qenë edhe na erdha. Në fakt të gjithë punime është gjithë kjo kohë. Kur nisën punimet Xhimi? Punimet u bëjnë 4 vjet, po 3 vjet marrë me prish. Pra, është njësoj sikur ju po e keni ndërtuar gjithçka nga fillimi, se ju flisni edhe nga nga fillimi, po një, sepse këtu gërmua, kemi hyrë deri 3 metra gjysmë fellë, jam bërë komplet bazamente të reja. Po sikur bën nga fillimi. Do more, me para, është keq kur ke diçka të vjetër. Unë nuk kujtoj që ju ndërtuat kishën e Durrësit, Apostol Pavli dhe Shënasit. Durrësit e mbaruat atë në një kohë shumë të shkurtër. Për një vit bëjmë konstruksionin komplet. Pra kjo është më tepër se sa një e re, se sa një katedral e re. Është një mundim i madh, po që të pak e realizuam, lavdi Zot e realizuam. Tani që po shikon që po shkon drejt fundit, jeni të kënaqur, Xhimi, je vetë i kënaqur me këtë? Shumë i kënaqur. E para punë si besimtar dhe dyta edhe si specialist. E dim që to lem diçka të bukur për qytetin e Korçës. Mua gjithmonë më pëlqen edhe fakti që janë vetë besimtarët, edhe në drejtimin e si Joanit Mitropolitit që e morët përsipër ta ndërtoni vetë të kishë, vetë besimtarët, vetë komunitetin. Joani është i pazëndësueshëm për Korçën. Ka bërë një punë aq të madhe, arrivi të realizonte të gjitha. Grena krijoi edhe shumë lehtësira, duke thirrur edhe ato firmat e ndërtimit që kishin marrë ato mjetet kryesore që na interesojnë ne këtu, si për shembull tullat, betone, të hekurat, edhe na krijon edhe ulje edhe. Sot morëm vesh Xhimi që kemi edhe kishë tjetër që do na ndërtohet. Ishte lajmi i fundit në fakt, edhe për herë të parë publikohet ky lajm. Kishte varrezave. Ka qenë më parë? Jo, ka qenë më para në kohën e komunizmit ka qenë, ajo është u prishë gjitha. Dhe në 94 bëm një kishë parafabrikate. Ardhën 12 kisha këtu në Shqipëri nga firma Fibran, dhe 5 u ndërtuam këtu në zonën e Korçës që ndërtuam neve. Unë jam marrë me atë punë, po ishin gjëra provizore për 5 vjet ishte kontrata. Po ato mbajtën në regjistruar gati 30 vjet. Dhe u mirë mbajtën. Mirë mbajtën. Tash ardhi koha që do ndërtohet. Mund të mbahen. Pra përveç kësaj katedrali do kemi një kishë re tani për qytetin e Korçës. Unë e kam bërë edhe projektin jemi në fund tash mundet për 10 ditë mund të fillojë. Edhe kjo është një kontribut i besimtarëve, i qytetarëve të Korçës, besimtarëve. Kryesisht po. Ne ju urojmë shumë sukses dhe jemi të lumtur. Ne do të takojmë sërish bashkë Xhimi sepse kemi dëshirë të na tregoni dhe atë historikun përpara se të prishin besimi, historikun e familjes tuaj, të gjyshëve tuaj. Na flisni për besimin këtu në qytetin e Korçës. Gjithçka do t'i themi. Ju falenderojmë shumë dhe punë të mbarë. Faleminderit.